Shumë të nderuar dashur në vëzën e motra, jena në katedralën e Shkodrës, siç e thret populli Kisha Madhe, së bashku me arcipeshvin ton Monsignor Giovanni. U drejtohemi ju të gjithëve si besimtar, por edhe besimtar në emigracion, shpirtnisht të lidhur me këtë katedrale, sepse i përkisni këtij qytetit, jena këto me prezentu pak problemet e katedrales, e cila prej viteve nuk ka një restaurim dhe çalon në disa sektor të saj. Katedrali Shkodrës nuk është vetëm një kishë, por përfaqëson në të vërtetë një vend fetare shumë të rëndësishëm për gjithë Shqipëri e për gjithë shqiptarët që janë brenda e jashtë. Ashtu si tha famulitari Don Blash, ka kohë që këtë vend nuk ka pasur ndërhyrje për mirëmbajtjen, atëherë është një detyrë, besoj, për të gjithë, për të restauruar që këtë vend të jetë një vend kur të gjithë mund të hyjnë brenda, mund të gjejnë paqe, mund të kremtojmë sakramentet, mund të takohemi edhe njëri me tjetrin. E besoj që është një vend i shenjtë, jo sepse këtë katedrale ka parë shumë ngjarje gjatë jetës së saj. Mendojmë sa meshtarët kanë kaluar këtu, meshtarët martirët që kanë qenë shuguruar, që kanë shërbyer në këtë vend. Besojmë edhe Shentrit, Shen Gjon Pali II që ka kremtuar mesh në këtë vend, Shen Nana Teresa që ka qëndruar në këtë vend. Do me thënë, është një vend që duhet të ruajmë e duhet të mbajmë si një vend që në të vërtetë jep kuptimin edhe besimit ton kulturës së sonë. Për këtë arsye besoj që duhet të angazhojmë për mirëmbajtjen e vendit e kësaj katedrale. Katedralja është shumë e çmueshme, identitare për ne, për besimin tonë në Zotin, identitare dhe për qytetin e Shkodrës. Gjithë ajo sakrificë e popullit të Shkodrës që në gurthemelin e saj në vitin 1858, ku shkodranët dhuruan çdo gjë për me hedh themelet e kësaj katedrale, e cila kaloi mbrapa dhe një histori as veçantë, por edhe as të lavdishme. Psoi gjithat transformim gjatë komunizmit, por aty ku është e vërteta e Zotit, gjithmonë ajo do të triumfojnë. Në moment aq i lavdishëm, aq i madhnueshëm për qytetin e Shkodrës, pikërisht ai moment i ardhes e Papa Gjon Pali II, Shën Gjon Pali II, që me praninë e tij dhe me atë mesh e bekoi këtë katedrale edhe një herë. Katedralja në funksion të asaj ngjarje të vitit 1993 u restauru në një periudhë rekord me ato mjete të varfna ndërtimit, dhe që atëherë disa nga aspektet kryesore të katedrales çalojnë. Është i njëjti impiant i audios, i njëjti impiant elektrik. Katedralja nuk ka mundësinë e ngrohjes dhe të ftohjes, pa përmend mbrapa problemet e tjera të çatis, tavanit dhe nga jashtë. Prandaj ju drejtohemi të gjithëve, të gjithë emigracionit, në vendet e ndryshme, në Itali, në Gjermani, në Zvicër, në Austri, kena shumë besim edhe tek besimtarët tonë në Shtetet e Bashkuara, ku do të kem rast gjë të vizitoj qoftë në Florida, New York e Detroit. Prandaj mirëpresim bujarin tuaj, e shpresojmë që të jetë e tillë saqë t'ia rikthejnë edhe herë atë bukuri që duhet ketë kjo kishë katedrale e Shkodrës. Përshëndetje shikues të nderuar, televizor shqiptar të Amerikës, jemi në emisionin Diaspora dhe Vendlindja. Dihen edhe jo vetëm sot, por edhe në të kaluar tërë kohë dhe në të gjitha kohrat e gjithë popujt kanë shijuar dhe shijojnë vazhdimisht kontributin e institucioneve fetare, pasi ato i ushqejnë me fjalën, me dashurinë e Zotit, edhe klerikët tanë të nderuar, edhe institucionet tona fetare vazhdojnë jo vetëm në vendindje, por dhe në emigracion të kryejnë këtë mision të rëndësishëm. Neve si diaspor jemi të interesuar vazhdimisht që çështjet tona edhe në vendlindje të ecin mirë dhe mbar, dhe dihet se institucionet fetare kanë një rol shumë të rëndësishëm, e veçanërisht në vendin tonë që gati për 35 vjet po vazhdon tradicioni
në Shqipëri mbasi komunizmi 40 vjeçar, e mendoj se institucionet fetare kanë patur dhe kanë një rol të rëndësishëm dhe ne duhet që t'i suportojmë ato. Edhe sot kemi një emision i cili kërkon ndihmën tonë, gjithsecilit sa munden, për të ndihmuar ato që të kryejnë detyrat dhe funksionet e tyre si duhet, pasi dihet se ushqimi shpirtëror e veçanërisht i Zotit është shumë i rëndësishëm e veçanërisht në ato vende ku kanë ato elemente, atë jetë problematike si që është Shqipëria. Kam ftuar, pasi kam mësuar se është në Michigan, Dom Vlash Palaj, kam ftuar, është rektori katedrales të Kishës së Madhe të Shkodrës, edhe së bashku me Dom Fredin Kalaj, që është famultari të Kishës së Shëmpalit, i kam ftuar për të marrë pjesë në një bisedë dhe për të suportuar si televizion që të komunikojnë sa më shumë me njerëzit, se s'kam pasur mundësi që të edhe koha që kufizuar, dhe i kam ftuar në një bisedë për të sjellë mendimet e tyre ose kërkesën që kanë për të realizuar një aksion, do të thosha pamirësie sa më shpejt dhe më mirë, pasi katedralja e Shkodrës, e cila ka patur dhe ka një rol të rëndësishëm, jo vetëm në Shkodër, por edhe më gjerë, ka nevoja për të rikuperuar, për të ndërtuar disa gjëra që janë të konsumuara. Dom Vlashi, mirë se ke ardhur. Jam shumë i privilegjuar që kam në takim, edhe pse ju kam në një takim që ne do të komunikojmë për kërkesat që ju keni, mendoj se komuniteti shqiptar të respektojnë për kontributin, për sakrificën që ke bërë, që je pra një punojës i Zotit, sjell fjalën e tij, ke mohuar shumë gjëra, domethënë që jo privilegjon jeta civile. Të falenderoj, edhe me shpresë të shikojmë edhe në emisione në fushat tjera. Don Fredi, mirë se ka ardhur. U bën kohë, edhe me vjen mirë që i ke kaluar disa shqetësime shëndetësore. Qëllimi i vizitës tuaj tashmë dihet në komunitetin shqiptar. Unë kam mësuar që keni nevojë si katedrale për të bërë riparime ose si është ajo aktualiteti fizik i katedrales. Parasgjithash më lejoni që t'ju përshëndes juve nëpërmjet ekranit të televizionit tuaj, të gjithë bashkëdhëtarët tanë, bashkombësit tanë në këtë rajon të Michiganit, por edhe gjithandej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju falenderoj gjithashtu që na jepni mundësinë me komuniko edhe atë problemin brenda se cilit kërkojmë mbështetjen, ndihmesën tuaj për kishën katedrale të Shkodrës, ose siç e thret populli, kisha e madhe, një kishë me një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm, jo vetëm për qytetin e Shkodrës, siç thatë, por është edhe simboli një epiqendre të katolicizmit mbar trevat shqiptare. Personifikon shpirtin jo thjesht të besimit për qytetin e Shkodrës, por edhe atë mirësi të madhe që populli ynë ka shpreh nëpërmjet besimit, duke ndërtuar kisha aq të mëdha, të cilat u përngjajnë aty në katedraleve të qyteteve të mëdha europiane edhe më larg, por që nga ana tjetër shprehin edhe atë fisnikrinë e shpirtit shqiptar, i cili nuk reduktohet me sene minimaliste, por kërkon të shpreh madhështi, sepse kisha katedrale është katedralja më e madhe e Ballkanit, e kjo gjë fisnikron edhe atë shpirt të popullit shkodran në ato kohë të okupimit otoman, sepse gurthemeli daton në vitin 1858 dhe kërkesa e popullit ishte për një kishë që i përngjan katedrales të Milanos. Gjatë rrjedhës së historisë do të pësoj, mund të themi, dhunim të vazhdueshëm për shkak të luftrave të ndryshme, rrethimit serbo-malazes të Shkodrës që do të bombardohet, gjatë komunizmit do të transformohet në pallat sportit, dhe lajmi më i gëzueshëm i kësaj katedrale dhe ndoshta ngjarja më e madhe historike është vizita dhe kremtimi i Meshës,
së John Paulit II në vitin 1993, pikërisht me datën 25 prill, dhe në funksion të kësaj ngjarje historike për katedralen, për qytetin e Shkodrës, por edhe për katolicizmin në Shqipëri. Katedralja nga Pallat Sportit u rikthy edhe herë në atë identitetin e saj si kishe malle, por me ritme shumë të përshpejtume. Dhe nga i vit e sot, katedralja ka met me ato restaurime të asaj kohe dhe shumë sektor, për mos me thanë të gjithë sektor, të gjithë, se të thush, në gjithë aspektet e saj, kisha katedrale çalon. Po ajo çka është ma problematikja, është krejt pjesa e çatisë, poshtë së cilës gjendet tavani, një dimension jashtëzakonisht i madh, vepër e të madhit Kolidromeno, themeluesi edhe i qytetit të Shkodrës nga ana arkitektonike, mund të themi, dhe mrapa në të gjitha impjantet elektrike, sistemin e fonisë, problemet e kondicionimit të katedrales, problemet e izolimit termik, fasadat, dhe mrapa për të kalu edhe tek çështja dekorative e katedrales, e cila është inekzistente, mund të themi për momentin. Ajo është personifikim i shpirtit madh, por se nga ana artistike nuk është se përmban diçka të veçantë përveç madhështisë së saj në ato dimensionet e saj, ku është rreth 75 metër e gjatë dhe 50 metër e gjerë. Aktualisht është në gjendje pune? Është krejtësisht funksionale dhe të gjendesh sidomos ditë diele në ambientet e katedrales, në ambientet e kishës së madhe, është një përvojë edhe veçantë fejet, sepse çdo ditë diele për meshët e shenjta, se janë 3 meshë çdo diele, kalojnë më shumë se 1500-2000 persona në ditë të zakonshme, ndërsa në ditë festash kuptohet se numri edhe dyfishohet. Krahasuar më parë, si janë anëtarët e familjes? A janë standard apo janë ka rënë numri? Thuhet, edhe pse nuk kemi statistikat sakta, që qyteti i Shkodrës mund të jetë përgjysmu, sidomos këto vitet e fundit. Por duke qenë se katedralja është në qendër të qytetit, edhe tashmë është edhe një ndër zonat ma me interes, jo thjesht shpirtënor, por edhe ekonomik, ajo mban ende, njerëzit e frekuentojnë, sepse për shkak edhe të aktivitetit të mirë organizuar, kemi edhe një prani të rrethinave të qytetit, nga një herë dhe vinë edhe nga fshatrat për të marrë pjesë në kremtimet e shenjta, sidomos ditëve të diela. Dhe kështu që atë situata e kremtimeve është inkurajuese, është një hir i veçantë që të punosh e të veprosh në katedrale. Të bëjmë pyetje Don Fredit, si shkodran dhe si famultar. Si e përfituroni juve një katedrale të Shkodrës që është tashmë duke u prishur? Pra, ato që tha Dom Vlashi janë të rëndësishme. Jenë rrallë parë duke të falenderuar që na jep mundësinë nëpërmjet televizorit tuaj me shku në çdo çështje të komunitetit shqiptar të Michigan. Me të vërtetë kena bërë gjatë javëve, kena folë, kena përgatit popullin që frekuenton kishën tonë, kjo është domethënë se tjerë se frekuentojnë, po mund të shkojnë, ndoshta shkojnë te kishat amerikane në vende të tjera. Edhe është bërë shumë sensitive, kanë nisën edhe ka nevojë urgjente që ka kisha më thënë katedrale. Jo për men perfekt, e thadë shumë bukur që është nevoja e fesë, është domosdoshme për popullin. Në vërtet, universiteti i bën listë mention, edhe kisha i bën tur. Edhe atë urtia ditunia krijon atë që quhet formim, me formu popullin shqiptar. Ne kemi një formim të mrekullueshëm si kohë. Edhe të tana fultet fetare një mojë tek ja gjash, tepër jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, që ata me shkëlqyer me kry punën e tyre për të mirën e popullit, jo për vetveten, por për të mirën e popullit, si të u bashku me Zotin dhe me njëri tjetër. Unë kam pas për çdo vit shkoj në Shkodër, për çdo dile Don Vlashi u ka ftu për me celebru mesh atje, e me pa.
kam pas shumë turista kur vinë, se ju dini numri 1 që shohin turistat kur vinë që të dërëve pa katedralin, ku është pasqyra e reflektimi i fesë në të ndërëtën. Edhe Vorrezat janë shumë të rëndësishme, janë të lidhuna me kultin të dyja. Kultura një populli, thonë italian shqipe të Vorrezat, si mata shumë rëndësishme. Nuk po thëmë me egzageru, është impozant, a madhe, bukur, aja për jashtë, dhe shkurin mërën. Është skandaloze. A ke kujtime nga fëmijëria? Ose aty kam marrë kumimin e parë, kur jam kumu, në atë kohë, do të thënë 96-97, në ka 10 vjeç, kur amëllë kisha, edhe pritë ka pas shumë vështirësi se mune me humë punën, ose në është edhe mu mund rrët kuq, gjofse e frekundoj për gjyshja në qotë atje. Gjyshja në ka që mu në ardhë në këta, në thotë e ka marrë nese, një marrë fëmi e vajzë të saj, edhe du mërë nesë të në majmen kur galan kumimin e parë. Po sa Shkodran kemi ne në emigracion, këtu në Michigan, New York, ku do në bodë, në Amerikë, që kanë marrë, pra kanë kujtimet, nga jo e kanë marrë... Ba me shikju nga një aspekt historik. Ashtë një shprejt që i thotë për kishën e Shën Pietri, që janë në Rome, i thotë, mater eklezja, urbis et orbis caput. Ashtë nana e tëna kishave të botës edhe të Romës. E kisha madhe ashtë nana tëna kishave shqiptare. Kudër që tjetë, diaspor edhe mërënë në Shqipëni. Pra ne ka një me vërtet, ka një pozit plëtsisht nerit, edhe duhet me justifiku, duhet me justifiku atë pozit që ka të shkëllqyri për menimin të pak të jetë shkojnë të dignitet, atë janë shkëllqimi në është ka me kanë faza 2, po të marrë dignitet. Ashtë kara, si thonë malësor, dhe në thonë kara garë. Garë dhe thonë është kara komplin tana. Monsignor Masafra ka bëtë shmos, po ka organizanë me 1 milion kishat tjera, me nërtima aty, me metala, të këtë se ka pas një nevoj shumë të madhe, ka në monetarë, me tana, nuk i di këtë ata mundësi të tana, por ka me të tyra, ta sot hajtë nese, sa të bëjmë i fort, po bëjmë me shkara komplet. Ashtë tavani, ashtë dyshemja, janë bankat, janë murët, janë ftoftësia, mërëtësia, zani, dëmblashi komunikon ma mirë se ka një pesë që dhe për ka tonë në të folën dhe për matë ka dalë. A dhe për që merën vesh të kisha madhe, mund ka thënë me zorit marrë me, së në klasifije ma shpejt. E adhen, e ju e dini se ju vetë jeni në këtë profesionin me folë, kur fillën e merrat atë frymin e ta në fillën bashkë e cipije letë ma shpejt se duhet, sepse është aj tempi, por me darë marë, me provokën atë, me thani kja katedrali a Shkodrës, me qëfar historie. Imaginoj, bërëmirë 1859 që është inauguru, edhe sa vu ma dorën të deri kura prish, pra dhe njën që në 93 që ka papa. Ashtë ba shpejt, edhe ja ba shpejt. Ka kanë Shqipnia dhe linë në atë kohë, ka kanë... Kja katedrali sot ka kanë Shqipnia në atë kohë, garë. Ma të e kanë baba shpejt. Bile shpatë ka shpëtuar. Dekori i saj është vetëm ngjyra. Edhe nuk ka kur gjashtë substanciale, në atë kuptimin, për shemë kur shkojmë katedralit, tas jam të ju krasume këtu në Amerikë me gjallë, kanë skulptura, kanë gjallë, kanë ambjente, kanë drumë, kanë dritat, kanë përveç shtabani që është klasike perfekt, edhe ata dritare që janë nënësore, janë dimek stained glass, edhe janë stained glass. Janë 5 gjama, njeni kuq, njeni bujqirë, njeni kuq, njeni bujqirë. Nuk ka si tem, nuk ka si se si kene nda të kisha jonë. Të kisha jonë të vede me hinë kish me rëfar katekizmit. E shef Pentakost, jo shpirti shenjt e Zoja Apostol, shef Nën Terezën, shef këthimin e Shënpalit, Kristian rrugën, janë tana, adi nuk ke, azisat. Para se ju bëj një pyetje, Don Fredi, se edhe ju keni një rol shumë të rëndësishëm për çështjen që kemi mbledhur, po do të bëj një pyetje Don Vlashit, a kemi një detyrim ose për kujdeset nga shteti shqiptar ose nga institucionet tuaja të hierarkisë? Nga shteti nuk ka asnjë lloj suportit, përveç në disa sektor të cilët kanë të bëjnë me edukimin,
ku shteti stancion çdo vit për komunitetet fetare një shumë të caktuar e cila është krejtësisht minimaliste. Për të shu kuriozitetin para se të vija në Shkodër të vite më përpara, isha në famullinë e Velipojës, atje kishim një shkollë ku arrit me ma shumë se 120 nxënës dhe kontributi nga shteti për të mullu sado pak siguracionet e mësuesve ishte po e them me dollar. Ishte $1.200, $1.300. Kaq. Por nuk ekziston. Besojmë se do të kemi një kontribut nga ana Ministrisë së Kulturës, e cila është përgjegjëse për objektet e klasifikume si objekte, si të thush, historike, vepra kulturore. Te këto hyn tavani, që si thash është vepër e Kolid Romenos, edhe aty pa dyshim që shteti duhet të ndërhyjë për restaurimin, sepse edhe aty është një shpenzim kolosal, sepse përmasat janë të jetë mëdha, edhe është përgjegjësia e Ministrisë së Kulturës së restaurimit të tavanit. Don Fredi tani do më vlash palaj ti di pse ka udhëtuar ka arru këtu. Kisha e shumë palit, ka qenë dhe vazhdon të jetë bujare, jo vetëm në punën e saj të përditshme që bëni juve të palodhur, por edhe me ndihma e veçanërisht për vendlindjen. Cila do të jetë ndihma për katedralen nga Kisha e Shëmpalit dhe mandej pastaj për antarët e kishës, por dhe për njerëzit e tjerë zakonshëm, jo vetëm për ata që janë katolik, për kishën për katedralen e Shkodrës. Unë jam dakord që nga mua të tjerë mund t'japin sa kanë mundësi për të ndihmuar. Është kisha nanë, si thashë dhe ju thatë parë që aja vjerra jote, ka keni shku tonë shpia me pa, a nanë. Pa më si sa nalë të sfatë, është imagineri kisha nanë, dhe me lara ardhin madhe. Unë du mi thamë një herën, du mi falendu me gjithë zemërit, tanë antarë të kishë palit e sidomos malësor. Si gjithmonë ju e dini, janë dërlan, Zoti i rujt e i bekoft ja shtoft 1 milion fish. Alla bana se pashanen atat kurisin, si thëjmë në Amerika. Po du me inkuraju dhe du me kanë pak jash për me ata Shkodran, që sa shtu avit kërkush për me lanë diqa. Ose në kjo se janë shumë pak. Jash për i butëse, po të Shkodran të kënë 10 herë ma shumë për me lanë se janë të lanë malësor. Se malësor ka në tu kishat e në Malzi, e në Shqipni, e në Bajs, e në Kosovë, e gjithë. Shkodran duhet me organizu, mu mle, me pas këtë rast, edhe me niftu. Ne i thëmë Shkodra Lotse dhe me thanë nanë. Lotsa dhe me thanë nanë adash, në Shkodra Lotse. Një duhet me niftu. Miku i mirë ditë fështirë, thëmë na. Apo jo, jo i mirë. E gjithate, jam në dhonë Shkodran, nuk du mirë të po minëzi. Ju e kushrit e mijët, vlazën e mijët tanë kusha. Edhe me pap minëzi e për me lanë. Kalane e vlaj maladin, kalane këta, po besoj se ka me lanë ata kushrit që kam Kalifornia, për Shkodrën, për kishën e malë. Për gjithë kush për me kanë. Unë imaginoj që për shamo këna Lumanin, nga dhe zëtë një Lumanin, ka dhe për kishë tonë të shpalë, të kisha ka dhe për atë ashtë të besimit, adhe nështë i besimit dhe këtashi. Edhe e shepat mënyrë se e ka në zemër, sa është të rëndësishme. Kja nuk ashtë ma fetare, rajonale, ose kja është marë shqiptare. Atë katedrale me mujtë e kisha lanarë, me pas mundësi. Me lanarë. Adhe si kur të vinë aty me hi njerëzit, e me thanë, wow, po i varë, që si e ka, e va mërët nesh katedrale. Aja kunër ka. Ashtë kejtë e kunër, ta shpijat i kena të bukrat mira, makinat e shtajta, ashtë e në aty. Edhe po përfidoj edhe për rastë, se s'du me të rek, njërë në gjallë, katedrale a Kosovës. Tanë tunët, ta ta plakat aty. E ka shkoj e vlau në vjetë, që ka shkoj të me atë nuse, ishin vutha sahana, se pikote. Pa ta e zërgjurët, morë shumë se dhe të so. Katedrale e? Katedrale e. Si hanë ba punë, di shtu shpejte, se di, nuk i di unë ata, se e kam fjallin,
Janë dy gjana, janë katedral është për isha nanë, por si. Si ka filluar Domlashi aksioni këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ai një kënaqur dhe si po ecën për të mbledhur fondet dhe nëse shumë njerëz të cilës kanë pasur mundësi kontakti me ju, ku mundet që ata të dërgojnë mundësinë e tyre ekonomike që kanë? Kjo është një fushë që e njeh më mirë Don Fredi, edhe pse kur dikush e shtrin dorën e kërkon ndihmën e tjetrit, ajo sidosi qoftë e vogël e madhe, gjithmonë është e mirëpritur, në gjithmonë duhet shprehim mirënjohje edhe konsiderat për bujarinë. Si shta dhe Don Fredi, këtu një pjesë e komunitetit është shumë bujar, ka dhuru, edhe po vazhdon me dhuru gjatë këtyne ditëve, e kam përshtypjen se tu i kanë se çështja katedrales është një çështje marë kombëtare, mund të thëna, sidomos në sa i përket katolicizmit, kjo ndihmës do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, derisa ta ngrisim katedrale në dignitet që duhet ketë, si çdo katedrale tjetër. Sa është afërsisht domethënë që mund për me ba më të lehtë për njerëzit, për ata që kanë me kontribu, e kanë dhënë faza, për 4 faza. Janë të munu me batë parë, edhe dytën me mullu me të me dash me ba i punë tamam. Nuk jam për thanë me egzageru, për me kanë dignitozë, për në ishë dash i herë 2 milion se s'ban, por ta të shikiu të 1 milion e gjysë, për me për kërë këta. Me konsolidu njerë si strukturë, si qati, si tavan, çështje termike, edhe këto impiantët kryesore, të cilat janë edhe ndërhymit e parë që mund bash në një objekt. Krejt impianti elektrik do të zëvendësohet, sepse është e vitit 1992, përveç se është defektoz i konsumum, por na krijon probleme edhe në lidhje me çështjet ekonomike, sepse konsumon shumë, edhe për hyrjet ekonomike që ka katedrali është një peshë. Tashti jena në atë epokën e teknologjisë LED, e pa dyshim që duhet me ndryshu si teknologji edhe për kursimin ekonomik. Por një impiant i tillë kalon më shumë se $150-160.000 si pas preventivë. A kemi curinë e sukseshme si fillim? Ne bame e kena bate kisha Zojs, ka kanë shtumin që ka 21, janë edhe forma tjera tash, faleminderit Zotit, ana moderne, kanë ardhur shumë persona, nuk ka kanë shumë i madhe, por kanë komunikuar, janë në 120.000, edhe nuk kanë disa donatorë më si gjithmonë. Edhe këta që janë Gjëzet Bitbuka, e të me 10.000, Petit Laue me 5.000, shumë tjerë me 5.000, që kanë dhanë, tana janë po 120.000. E kena hapat GoFundMe të 2 kishat, që mundën për me lanë atërë hapet i tje ma gjanë. Kena edhe një tjetë ma IQ, kjo se vjetë dikush, por mi fjallin aty u mënu mi banë tana formë, për me mujtë me kejtë disha, por unë kisha kërë një këtanë dretin, kisha mu një shpirt një shtinjër, vetëm si familjetari kisë, sa dhe në si biri kisë, një është të si janë tanë. Kjo se do Vlashi dhe të kështë shkohë në Shqipni, do të ishte këtyme $550.000-600.000 kisha kërë. Si faza e parë. Atër faza e parë, atër ma volë për ka me dashtë diqa, ka mu dashtë diqa. Jena me dhaman mrapa. Kisha Mallini, edhe kisha Zojs të kalaja 2 duke me kanë mërtnesha. Aja shtanë bota një, Zoja Kshibit Mirë, Mother Board Conceal, Mother Good Counsel, është në plejmo, është e malë, atë ja kam quj fotografi, a kënanë, që i prifti, për nëjtë ja ka të spjegu tanë, kusha Zoja, e tanë, për në për me folime. Aja në me shkeqy, aja hinë mrenë, me nimë Zotit ka më gudit ura, e Bacaleko që i thërna, ka më gudit, aja delfidët në pak, me kalarë mbrapa, aja prezentimi, aja në me gani kish gotike, e ba me perfekt, por nese, aja më adit me shku ma në të lejnë të randu, për tu këta që janë në tavan biznesmena, mirë, aja nuk ka punë me marë $100, $200, aja kur me dhe 50.000 me rrallë, te kurbanë ta.
Le të vim këtu tek në komuniteti që shqiptar amerikan. Ka dhe njerëz që nuk kanë mundësi me këto rrjete sociale, por ata kanë dëshirën, vullnetin, kanë dhe paran. Ku mund të dorëzojnë paret? Kena hap fondin. Po? Hap fondin. Është Çdo ditë e kena vu katedralja aty të ana bankare. Kam folë me arkidiocezin. Me pas listat e gjithë qamivu, kur ban të raparët gati shkojnë në arkidiocez, qatë gërmullot, ka e qeki gjithë qatë, edhe atëherë arkidiocezi ka mja që u shkojnës. Po si që kishë në palet, qarë fondi do t'jep një katedrales? Në Allah me $20,000 si kish, adhe kena Allah në që për gjallëvam, kena kanë të rejni Si fillimi 20.000. Të ben plume, po. Të ben plume, u bane gati $11,000. E kush beni me dëmë, me mëndit, me Alfons, e kam pjallin. Me një zotit ka mu bate, po ka me kanë përse ne në ka zani fije si kish, i fije në moment të forse në të i bari rinovimin e guzhinës, edhe ta në edhe atërë në të salës, ku kanë mu bate, riparimet vogla, do gjanat vogla, ma shumë e kuizi. E kanë baj punë shumë mirë falës, ma besomu dhe në kanë baj, ma besomu kanë baj një fund fantastike, por me një zotit, kënë të dhanë për më atërë. Po mi, qëfar do të thotë që t'juve, atyre personave që ndena shikojnë, në ndjekin shikusit, kryesisht atyre që janë katolik, por dhe shqiptare në përgjithësi, do mblashi. Si që theksume edhe i qëndrojmë kësaj që katedralja është të gjithve. Unë kam 8 vite atje, jam në vitin rreth, po në shtator bajndan vite, nuk e di se sa do t'jem ma në katedrale, por nuk kërsehem për katedralen, sepse si që tha që ajo i përket të gjithve. E sikur të gjithë, dora dorës, dorojmë atë si pas mundësive, kam përshtypjen se katedralja, si që thame, do të rikëthet në atë lavdin e saj, në atë dignitetin e saj, e cila mrapa, jo vetëm na strehon për ato të mirat shpirtnore të përdiqme, por edhe na prezenton përballë turistave të cilët nga vitin vit janë gjithmonë më të shumtë në numër, dhe vërtet janë të shumë, sidomos 2-3 vitet e fundit, po eksperimentojmë një fluks të vazhdueshëm, sidomos gjatë periudhës së fundit pranverëse, gjatë gjithë verës, të cilët vijnë e vizitojnë katedralen. Është fytyrë e kishës, edhe për bukurinë e saj të gjithë do të kontribojmë. Edhe në kuptimin mistik, jam të thënë kuptimin shpirtnor, në kuptimin mistik. Për me dhanë për katedrali e të ba pjesë, a jetë ju ba pjesë e katedrales, jo dini se mota, një ata parë që i në të kisha, ja qënë provincë, atje ku është Montenegro, ata nuk kanë pare cash në dorë, ku ja falë dikush njësët. Mota Katerin, se të po nuk ka mu i pas qëtë, është Mota Katerin që vlejnë mu të jarë me nëhmin. Mota Katerin i dhe dëmë lashni, ta një jo kam qepe, pas edhe një tuvë një aty, edhe ja do pare, që i gojë kërësy, kështë edhe si pa kërësy. E kam fjallin, nuk ka me shku hupës, nuk ka me shku kur s'ka me hu, një atë që keni me dhanë për katedral. Nuk ka me shku, nuk jam të thamë një vunë krizë, mas me mujtë me pagu bilat e në radhë. Por nuk kam ju shku hupës, së në 1 milion vetë bëha me dhanë gjithë, diqa për kishën, kur nuk shkonë veç e mërë mirë mamë, A kemi specialist në parimin e këtyre punimeve që janë bërë në vitin 1850, sa dhe? Po, praktikisht çdo ndërhyrje në katedrale, tu i kenë se janë të sektorëve të ndryshëm, dhe çdo sektor ka atë specialistin e vetë. Për atë çka është monumentale në katedrale, kemi një arkitekt i cili është edhe i licencuar nga Ministria e Kulturës, i cili do t'i njekin këto punime. Sa i përket impiantit elektrik dhe impiantit fonik audios, kemi një firmë e cila është lider në treg nga Udine në Itali, të cilët kanë ardhur, kanë bërë instalimet edhe kanë marrë të gjitha ato reagimet, qoftë në sistemit audios, por edhe elektrik,
edhe tashma kanë projektin e tyre specifik. Tek Tavani, si thash monument kulturet, këto ditë pikrisht para 2 ditëve më kanë dorëzu projektin e se si e mendojnë restaurimin. Dyrët e jashtme të cilat duhet të izolojnë edhe në aspektin termik se duhet të jenë të dyfishta, aty mungon pjesa e dytë, mungon ajo dhoma e ajrit e cila pengon, se më thanë, të njëjtën temperaturë që është në borë mos tjetë edhe në mbrëmsinë e katedrales, edhe ato është një firmë në Shkodër, Dafinore, e cila është lider, edhe për përpunimin e dronit, edhe janë jashtëzakonisht cilësor, asa eksportojnë produktet e tyre, punimet e tyre edhe në vendet tjera në Evropë edhe në Azi, kanë pas disa ndërhyrje. Janë shumë cilësor. Kështu që çdo sektor ka atë specialistin e vetë. Kemi në diçka tjetër për të shtuar? Jo, ne si të ndame këtë recover, almost all the part. E kena mullu tanë ata që duhet dhe që dhe i herën me hapë zemrën, me mujtë me batë bukur, një ta shtëpia jo, në kisha jo, në anë njëra shtëpia. Shpresoj të përmirësimi kohës, në fund të javës do të jem në New York, me 28 të shtunën në darkë do të kemi edhe atje një darkë bamirësijet për kishën katedrale, por edhe disa kontakte me biznesmen atje. Uroj që të vazhdojnë bujaria e bashkëdhëtarëve tonë këtu në Detroit, këtu në Michigan, gjithashtu edhe në New York. Jo përmend Cacaj, Cacaj, kur ka kompanjeli, edhe në është gjigant, kompanjeli të kisha. Ka një emision Ke një emision në ka paprish me dinamit dhe aja nuk ka puni $100,000, shkët ja $1,000. Kur e ka shprej argjipeshki në të ko, për një orë, dhe shkoj për tharët e godisot. Edhe është e marë, mi kom të zërë, e ka marë kom të pejtë të rindet, po. Për e pa shtë amortizu i ti e do vene se, nuk më shpi këndërru qëfar cilësi e në por edhe e ka vend për me vurë dojë. Jo, dhe kompanjeli do të kanoj për restaurim. Të një dokument që ka tu do vlarë që ashtë e marrë në dërën e këtu, dalër të njëra qike dhe shifet urgensia dhe nevoja që ashtë puni. Ja kena batë në bëndërës, ja kena komuniku atë nevojë që ka kishat, është vetëm më nëmi tanë mobilizu me zemër, me dojë të një, me mujtë me një. I ka të shiut kanë të vogla, po kur banë shumë batë lumin, edhe gëtë gjithë që gëditë. Shikos ndërruar, Don Vlaçi ka mundësuar disa pamje të katedrales të madhe të Shkodrës. I ndikim ato dhe miru pafshim në emisionet tjera, por bëne më të miren, ashtu si gjithmonë që kjo katedrale të jetë një simbol shumë i rëndësishëm në qytetin e Shkodrës dhe Mëngjerë. Duke falenderuar dy të ftuarit, ju falenderoj për vëmendjen dhe miru pafshim në emisionin e radhës. Faleminderit. Para se të ndajmi, edhe pse ju thash shikues se miru pafshim, ju më falenderuat. Unë gjithmonë ja kam thënë dhe e them Don Fredi, sot i them Don Vlaçit, sa herë që keni nevojë për televizorin shqiptar të Amerikës, është dera hapur, ne jemi shërbëtor jo vetëm tuajit, po të gjithë komunitetit shqiptar, dhe kështu do të jemi gjithmonë në televizorin shqiptar të Amerikës.